Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla zhvilloi një takim me të ngarkuarën me punë SBA në Tiranë, Mensi Van Horn. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balla deklaron se gjatë takimit kanë diskutuar për bordin e paqes, samitin e NATO-s dhe mekanizmin e shqyrtimit të investimeve. Ndërsa nesër në Washington, presidenti Donald Trump do të mirëpres kryeministrin Edi Rama dhe aleat të tjerë në mbledhjen e parë të bordit të paqes, u takova sot me të ngarkuarën me punë Nancy Van Horn. Temat e diskutimit ishin të shumta dhe produktive. Jemi krenar që Shqipëria do të mirëpres vitin e ardhshëm samitin e NATO-s dhe mbështesim vizionin e presidentit Trump për rritjen e shpenzimeve në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, angazhime të cilat Shqipëria po i përmbush hap pas hapi. Gjithashtu diskutuam për interesin e kompanive amerikane, partneritetet e drejta ekonomike dhe hapat e hedhura nga autoritetet ekzekutive në inicimin e një mekanizmi efikas për shqyrtimin e investimeve. Vlerësova lart mesazhet e sekretarit të Shtetit Rubio mbi partneritetin e pazvendësueshëm euro-atlantik në konferencën e sigurisë në Myni, shkruan Balla.